Dita, si jeja e mirë, qysh po kalon, hajde ta bëj një pyetje shpejt. Hajde se s'ka lidhje. Qysh je? Hajde mirë. Qysh po kalon, s'ka lidhje. Djathtën e ki në zonë qelqo, shemë djathtën. Qysh e ki emrin? Teuta, po më vjen shumë mirë që po takoj, unë jam Durim Gjema, jemi live në Klan Kosova, je pjesë e emisionit Humbët si fiton. Teut, e ki mundësin me fitu shpërblime, me fitu sigurt. Me fitu shpërblime prej Interexit nëse bën një loj bashkë me mu. Okej. Është një loj, e ka emrin Kofja. Kofja? Po, qka kena me bo? Kena me dalë në këtë sektor, unë e bi një shport madhe të cilën kime pas, keme me marrë shportën, veç pak se më shkoj bicikleta, keme me marrë shportën, edhe keme më ta vendosë një kofë në kohë, edhe i ki 60 sekonda kohë me shku në për sektor edhe me mledh produkte. Krejt produktet qka i mledh brenda 60 sekundave janë tuat. No. Po, do të thot, veç një sen do shme pas kujdes. Nuk ban me rëzu produktet. Shumë bukur të utë, kështu që këto, nali veç pak ku e kom shportën për ty, le shportën tone, e marim shportën tjetër. Tash, qka po dënë nona, vete nonën qka po dënë? Qa po dënë? Hajde ty po qoj me një sektor të mirë. Hajde. Afro, krejt sektoret janë të mira, po ty po të qoj me një sektor shumë të mirë. Afro këto, shkojmë bashkë, veç pak të marrë kofën se për pak kështë. Mere që kjo është ma e leta, që mere që shport që është ma e letë? A peshe? Teuta, shkojmë drejt, shkojmë tek sektori, në të cilin kime zhvillu lojën. Po vazhdojmë këso, dal nga dal si një konsumatore e vërteta. Vjen shpesh në Interrex? Vin dhe herë. Vin dhe herë. Jam prej këtu. Ti je prej ku jemi prej? Jam prej këtu, po në Prizren jetoj. Jeton në Prizren, si jeton dikon jashtë në Gjermani, në Suedi? Jo. Okej, qëto e ki sektorin në dy anë majtë dhe në djathë. Në anën e majtë ki fasulje, ki pure, ki orez, ki makarona. Në anën e djathë ki supa, ki melmesa, ki erza, ki salca dhe ki keqapa. Atër, i ki 60 sekunda brenda këti sektori. Qka do që merë dhe i vendos në shport janë tuat. E ato që bien? Ato që bien, në momentin që bien, te e lojën. No, ti më thes humbë. Jo, thash, nëse të bin produktet në tokë, e lojën. Okej. Atër, po të afroj edhe pa këto, tek dera e sektorit, qëto? Teuta, 1, 2, 3. Qështo, qysh je, pret, se ta shelqojnë akohën, qysh je? E mirë. Qysh po kalon? Qysh po dogut me full prej kopës? Si në kacë. Atere, reset, loja fillan. Loja fillan për 3, 2, 1, shkojmë. Të shkojmë dal nga dal. Hajde, jo, asnjere. Hajde, shkojmë edhe pak ma ndjath. Bravo. Të shkojmë. Vazhdo. Kapi mos u tot, kap produkte mos u tot. Sot mundesh. Hajde. 21 sekundat kanë kalu, lëviz. Shkojmë. Vazhdo drejt. Du të marrë dhe kështu? Vazhdo. Shkojmë në anën e djathtë. Kapi mos u tut. Hajde shkojmë. Kapi. 53 sekundat kanë kalu. Edhe 2 sekunda. Edhe 1 sekund. Stop. E utë. Dashta me i kursy pak Interrex. Po pse dashta me i kursy na? E kena bo për juve për konsumatorët e Interrexit. Jo, ta vam puna. Naljo, qka ke marrë prej produkteve? I ndjesha qa po marrë. Po, noodles edhe ato. Edhe makaronat kër i ke kape, ke ditë Sigurisht. makaronit. E marim kofën, e vendosim këto, vazhdojmë te bicikleta, se për pas këtyne e ke fitu edhe një zarf. Të cilën mënesh me shfrytzu brenda hapësirës Interrexit. Por çka duhesh me bo kur shkojmë atje, fillimisht shkon me këto produkte, lajmërohesh te
recepcioni. Edhe ata të shtypen që të mi marrë me njëre produktet, por zarfin më nësh me shfrydzu edhe për ato produkte që i ke bleti me vete, që i ke ble ma herët, e shfrydzon zarfin që mu kompenzu. Teut, që ku e kje dhe zarfin? Faleminderit, më vjen mirë që unë juftëm kështu personalisht. Edhe mu po Se ju përcjellim. Edhe mu po a jam maj mirë kështu personalisht, a kur më shen televizor? Mirë, dyat. Mirë dyat, po qëlla ma mirë. Shumë i haresha. Faleminderit shumë, kënaqësi. Shumë. Ton kaljo bukur.